Dështon takimi Kurti Ulutas për urën e Ibrit. KFOR-i flet për rrethanat pa parashikuara. Takimi i paremëruar mes kryeministit në detyrë të Kosovës Albin Kurti dhe komandantit të KFOR-it General Majorit Uzan Ulutas nuk është zhvilluar të shtunën vetëm disa orë pasi Kurti kishte njoftuar publikisht se do të diskutonte me kreun e misionit të NATO-s për hapjen e plotë të urës së Ibrit dhe marrjen e kontrollit të saj nga policia e Kosovës. KFOR-i konfirmoi anullimin e takimit, por pa dhënë shpjegime konkrete për arsyeën. Për shkak të rrethanave të paparashikuara, takimi i sotëm midis komandantit të KFOR-it General Majorit Ulutas dhe zotit Kurti nuk u zhvillua bëri të ditur KFOR-i. Misioni i NATO-s shtoi se komandanti i KFOR-it vazhdon të jetë kontakt të ngushtë me të gjithë partnerët, përfshirë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Anullimi me rëndësi për shkak të deklaratave që Kurti kishte bërë vetëm disa orë më herët. Kryeministri në detyrë kishte njoftuar se pasditën e së shtunës do priste në kryeministri generalin Ulutas, ndërsa diskutimi lidhet drejt për drejt me itinerarin për hapjen e plotë të urës së Ibrit dhe kalimin e saj tërësisht në kontrollin e policisë së Kosovës. Kurti deklaroi se qeveria dhe Ministria e Punëve të Brendshme janë në komunikim të përditshëm me KFOR-in në mënyrë që procesi të zhvillohet në mënyrë të qetë dhe paqësore.